të flisni me dikën nga qeveria, më saktë nga Ministrimit të Pushtetit Lokal, apo komunikimi ende vazhdon sepse kemi biseduar. Po sa herë neve si asociacion kemi kërkuar sqarime apo rritjen e transparencës së Ministria kundër komunave, ata më kanë sulmuar mu personalisht. Në tonon edhe në këtë rast, kjo çështje është trajtuar në bordin e Asociacionit Komunave të Kosovës dhe neve si ekzekutiv jemi të obliguar të trajtojmë çështjet të cilat ngriten nga bordi i Asociacionit Komunave të Kosovës. Unë sot kam qenë edhe dje edhe mbrëm, edhe sot kam qenë në kontakt me kryetarët e komunave dhe ata mendojnë që këtë çështje duhet të adresojmë edhe në gjykatat kompetente, sepse mendojnë dhe konsiderojnë që ka pas shkelje ligjore sa i përket zvogëlimit të fondit për grantën e veprime konkrete institucionale juridike pra. Po kryetarët cilat kam qenë në kontakt, ata janë shprehur për një iniciative të tillë. Jo, janë 5 komuna, Shtrave, Dragoshi, Klina, Mamusha, Parteshi, po sa i përket hapave institucional, kam biseduar me kryetarin e Ravesit, Dragoshit, Klinës edhe Mamushës dhe gjithë janë dakord që në një talme të afërt shikojnë mundësitë edhe ka aspekti ligjor të trajtohet kjo çështje në institucionet gjyqësore tona. A krijon kjo një precedent të rrezikshëm, zotri Ibrahimi, për autonominë financiare të komunave? Po si jo, domethënë me vetë faktin që dikush merr guximin që ta rishqyrtoj apo ta rishikoj buxhetin e Republikës Kosovës pa asnjë transparencë. Domethënë kjo është një precedent. Ku shkojnë ato 2 milion eurot? Nuk përdem kërkoj.